Esselamu alaikum. Mirë se erdhët në edicionin ton të radhës të emisionit podcast Histori Hoxhallarësh, ku sonte kemi nderin që të kemi misafirin ton, Hoxhën, imamin e fshatit Zhelin, të xhamisë qendrore të fshatit Zhelin, Hafiz Ekrem Efendi Hasani. Mirë se erdhët, Hoxhë, Esselamu alaikum. Wa alaikum salam dhe mirë se u gjeta. Njëherë faleminderit që e keni pranuar ftesën tonë. Pa mos humbur kohë, të fillojmë me bisedën tonë, ku unë kisha pas qejf të fillojmë prej fëmirisë tuaj. Si ka qenë fëmiria juaj? Cila ka qenë lidhja e familjarëve tuaj me fenë islame edhe kush ishte ai shtytësi kryesor që juve ju bëri të bëheni sot hoxh? Pikësipari falenderoj Allahun xhalla shanhu që ne mundsoi që të kemi këto takime për hir të shikuesve, për me e tregu veten tonë kush jemi, si jemi, prej nga vim, si vim. Dhe ju kisha falendëruar edhe juve për ftesën që na keni bërë. Allahu xhashanu ju shpërblet për të gjitha aktivitetet, po konkretisht edhe për këtë aktivitet të podcastit që ju e keni marrë si iniciativë për me identifiku ose me bën një letër njoftim për hoxhallarët. Fëmiria ime ashtu si fëmiria e të gjithë vendasve tonë këtu, në kohën atëherë kur kemi qenë ne fëmijë, në vitet 70-ta, 80-ta. Unë jam i lindur në vitin 1969. Fëmiria jonë ndryshon dhe dallon shumë nga kjo e tashme, nga se rrethanat dhe kushtet e jetesës kanë qenë më ndryshe. Se përket asaj se për të bën një hoxh siç jam unë tash edhe të tjerët, gjithsesi se në rend të parë ne falenderojmë Allahun i cili ai ka zgjedh për ne që të jemi në këtë drejtim të hoxhallarëve, të jemi hoxh, të jemi hafiza, e dikush më lart, dikush me poste dhe me kualifikim akoma më të lartë. Ndikimet tona pas Allahut janë nga familja. Unë personalisht nuk vin nga një familje hoxhallarësh, po vin nga një familje tepër fetare. Unë shfrytëzoj rastin që një lutje, një dua, një rahmet të çoj për babain tim, i cili edhe pse nuk ishte hoxh atkoh, edhe pse nuk dinte të lexoj Kur'an, bile nuk e dinte edhe me një fjalë ka ditë shkrim lexim, por nuk ishte ulur në bankat shkollore për shkak të situatës dhe rrethanave të atëhershme, që ai si jetim është angazhuar në punët e shtëpisë shumë herët si fëmijë dhe për shkak të pozitës së tij dhe punës që ka pas si bari, ai nuk ka mundur të shkollohet. Megjithatë, unë kur kam njohur babain tim si fetar, më kam mahnitur nga leximet që i bënte të ajeteve kuranore të ndëgjuara nga hoxhallarët, jo të mësuara dhe të lexuara, por të ndëgjuara, unë mahnitesha. Dhe ai më ka motivuar dhe më ka inspiruar qish si i vogël, si çdo fëmijë që dëshiron ta ndjek dhe ta imiton prindin e tij, edhe unë kisha dëshirë ta imitoj kur e shisha duke u falur dhe duke e praktikuar fenë islame. Ne si fëmijë ishim kallaballëk fëmijë në familje, 5 vëllezër dhe një motër, po edhe me xhallarët. Mu akoma më ri e freskët ajo pozita e tij në familje, që sa herë që vinte nga xhamia, neve na rrëfente diçka për fenë, të cilën e kishte dëgjuar nga hoxhallarët. Gjithherë na mbante në kontakt me fenë, me Allahun, duke na rrëfyer dhe duke na përmendur Allahun dhe haramin, halalin. E kështu që ajo mu më la mbresa të mëdha që unë ta ndjeki këtë rrugë. Edhe pse edhe ato vëllezërit e mi më të mëdhej, ai i orientonte për mësim besimin, jo për hoxh, për mësim besimin, si ishte elementi i parë
Edhe sot e kësaj dite, po çdo familje mundohet t'i çon fëmijët e vet në mektep të mëson din dinajet, të mëson çështjet elementare të fesë. Ai edhe tjerët i pat çu, po më në fund kur erdhte unë, ndoshta unë nuk e di çka kishte në brendin e tij, ai sikur te unë vërejte diçka dhe një element që unë mund të ardhmen t'ja plotësoj atë dëshirë të cilën e ka patur gjithherë që në familjen e tij të ketë një hoxh. Dhe në këtë drejtim ai më orientoi pikë pari në çështjet elementare të fesë të mektebi. Unë vetëm 2 ditë kam qenë në mektebin e xhamisë, mandej kishim një kojshi, një haxhi, i cili e lexonte mirë Kuranin dhe rrinte nga një familje hoxhallarësh. Ai vetë nuk ishte hoxh, po ne i thonim çdo kujt që dinte të lexojë i thoshim është i këndushëm tjera herë. Edhe taj kojshia i parë, ai kishte bisedu me atë që unë të shkoj të shtëpia e tij të mësoj prin e liv, domethënë shkronjat e para e kështu me radhë, dhe unë mësimet e para të Kuranit dhe të fesë i kam mësuar të ai me emrin Haxhi Muzafer Huseini. Ai është baba i Hafës Idrizit, tashmë i ndjer, imamit të Zhelinës, domethënë që ka qenë te xhamia e epërme. Ai për shkak një smundje edhe shkoi pa dalë në pension, ndroi jetë, Allahu inshallah e mëshiroft edhe atë. Domethënë mësimet e para i kam marrë te ai. Kam mësu çështjet elementare të leximit, mandej edhe diçka nga Kurani. Por për shkak se ai ishte shumë punëtor, mirëshi shumë me punë bujqësore, babai im në vitin 1980 vendosi që të më transferojnë nga ai te muezini i xhamisë, i cili atë kohë ishte edhe mualim në xhami. Vetë nuk ishte hafiz, ishte rrithte nga familja hoxhallarëve, domethënë babën e parë kish pas dhe ai ka qenë imami i parë në Zhenin, me emrin Nexhbedin Abdullahu. Ai është me rëndësi ta përmendim, ai ka qenë vllau i Hafës Abdullahut, Hafës Nazmis, domethënë djali i Hafës Hamitit. Hafës Hamiti është hafëzi dhe imami i parë në Zhelin që ka kryer detyrën e imamit dhe imam shtetëror atëherë në atë kohë, domethënë në fillim të vitit shekullit 20, domethënë në ato vitet e para të vitit 1900. Edhe ai e krynte detyrën e muezinit dhe mualimit. Dhe fillova te ai. Te ai kam mësuar 6 muaj. Mbas 6 muajve, ai për shkak se nuk ishte dekret sipas Bashkisë Islame dhe sipas shtetit, ai nuk ishte dekretin e mualimit dhe ja ndërprehen atij. Ishte koha e komunizmit që atëherë çështjet e fesë ishin më të ndjeshme dhe shteti nuk i lente sa duhet. Dhe babai im, nga dëshira e madhe që unë të kryej leximin e Kuranit, domethënë ta bëj hatme, ai kish pas bisedu me këtë hoxh që unë të vazhdoj të shtëpia e tij privat. Dhe vazhdova te ai, bëna hatmën e parë te ai, dhe pas hatmës së parë, veç hoxha kishte pa disa elemente të unë se unë mund ta ndjekja akoma më lart, dhe kërkoi nga babai im që ta filloj edhe një herë të bëj një hatme. Hatmën e dytë, kur e kam bën shtëpi, ceremoninë e hatmës e kam bën shtëpi. Për arsye se atëherë në vitin 1981-82, komunizmi veçmo kish marrë për masat mëdhaja dhe ndjekishin shumë njerëzit politikanë dhe hoxhallarët, edhe u detyrova që ceremoninë ta bëj në shtëpi. Pa u konsultu baba, unë nuk kam ditë këto punë, kam qenë i vegjël. Babai im atëherë e kishte ftu si hoxhallar, hoxhallarët më eminent që ishin në Tetov, dhe janë me emra, domethënë të shquar, Allahu i mëshiroft dhe i shpërblet për të gjithat kontribut të madh që kanë dhënë për ruajtjen e shpirtit të Islamit në trevat e Tetovës. Bëhet fjalë për Molla Garipin, Hafës Abdullahun, Hafës Selmanin nga Reqica e Madhe, dhe legjendën e hafizave, Molla Mahmud Efendi Aslanin, të cilin admiroj dhe
për të cilin gjithherë lutëm, edhe pse ne mburemi dhe krenohemi dhe njëherë që themi se jam hafiz, nuk ka në kohën tonë dhe para dhe pas në një radhë ka për atini që kanë ba hifzin vetë. Hifzin çdo hafizit ja ka ba hoxha, i cili kishte metodologjinë e vetë dhe fëmijës, si fëmijë ka dhe njerë kur i duket shumë i zedë dhe vështirë të mëson Kuranin, ai kishte metodologji dhe dinte t'i mban kontrol dhe të bëjnë. Dhe unë jam shumë i njohur se ai më ka ba hafiz. Atë natë që bëm ceremoninë e hatmës së Kuranit, ata ishin prezent dhe bashkë me ta e kishin marrë edhe 3 hafizat më të ri që kishin dalë në atë vit. Sot i kemi edhe imama dhe i kemi edhe në institucione fetare. Bëhet fjalë për hafizin Shafi Ajdinin, i cili është imam në Muharremçe, dhe Hafiz Abdulrahim Muratin, i cili është edhe referent në Miftininë e Tetovës, dhe një hafiz Sadush, i cili filloi edhe medresen në Siri, por ai e ndroi drejtimin me një fjalë për kushtet e tija, ai e dinat, nuk e vazhdoi këtë rrugë. Ata ishin hafiza që unë s'kisha pa ndonjëherë kese në një hafiz i vogël, i ri, 10 vjeçar, 12 vjeçar, dhe të kese shallin në kokë. Unë i pash ato. Prej ati filloi ndryshimit të unë që unë fillova të kem dëshirë edhe unë bëhem si ata. Bile edhe ata më motivuan, ata të rit, kur thanë, a do vish edhe ti të bëhesh hafiz të në Tetov. Edhe baba ka ba muhabet me ato, por atë natë e dëgjova duke thonë ato xhallarët se ki e kremi, pas ka elementet mira. Dhe më thonë, ato sigur më kanë pëlqyer leximin që e kam mësuar taj hoxha në Xhbedini, ndoshta edhe zëri, se kam qenë i ri, kuptohet se zëri fëmijët është edhe i ëmbël. Edhe ato për shkak të atyre elementeve të leximit që i kam pas, kishin bërë më njëherë kontratën me babin që baba im të më dërgon te Molla Mahmuti për hifzin. Dhe më njëherë mbas 2 ditëve ai më bjen në Tetov dhe atje fillova hafizlëkun dhe elhamdulillah edhe e krita për një kohë prej 3 vjet e gjysmë. Si zakonisht. Po, si zakonisht. Hoç, pasi e krytët hafizlëkun, pastaj vazhdoat edhe në medrese. Kush ishte ai shtytësi kryesor që ju pastaj shkuat edhe në medrese? Dhe ku e filluat medrese? Deshta të cek edhe në një element të hifzit, para se të bëhem hafiz, unë kuptoh se ishte edhe dëshira e madhe e babit që të kete në familjen e tij një hafiz. Unë sa herë që hasqa në vështirësi të hifzi, merrsha vendimin vetë që do ta braktis, do ta la. S'shkon më shumë. Mirë po, nga frika dhe nga droja që mos e hidhroj babin, vazhdojsha. Edhe kur e pash se ma nuk shkon, dhe e pash se shokët e mi filluan të shkojnë në medrese, disa Abdurrahimi, si thash, Shafiu dhe disa tjerë, shkuan në medrese në Siri, edhe mu sikur zemra më thonte që unë të shkoj edhe unë në Siri. Dhe teksa vi nga Tetova për shku në shtëpi, për herë të parë babës do t'i them atë që e ndjeshja në shpirt. Dhe i thash, unë kam dëshirë të shkoj në Siri, edhe ai më tha një fjalë dhe që ti përfundoj. Tha, mirë birë, hajli koftë, po që pata dëshirë që të bëhesh hafiz. Edhe unë më nuk e vazhdova më të qe. Kur e ktheva edhe një herë, edhe për një vit, e qova më mbas, e kryta hifzin dhe mandej shkova në Siri. Siri, kjo nuk ka qenë motivi i babës, po shokët Sirit kishin shku dhe unë ndëgjosha fjalë mira për Sirin, dhe sikur dësha më tepër e kisha Sirin për ka Siria. Edhe pse medresja Isa Beu ishte hapur. Kishte fillu, por unë zgjodha Siri. Dhe në vitin 1987 kam shku bashkë me një hoq, cili hoq është, por nuk e ushtron detyrën e hoqës, është pronari i restoranit Ulliri, Nasser Selmani, është nipi i Hafiz Selmanit,
të cilin e përmenda pak para. Me atë kemi shku për një ditë të udhëhequr nga Muhammed Ismaili, i cili është imam të Xhamia e Teqës. Po. Ai me atë kemi shku, ai na ka marrë në dorëzim dhe shkuam në Siri. Në Siri, veç që kishim dëgju si emër se ekziston një shtet Sirie, se ku është, sa është i madh, çka është, nuk dishim gjë. Përveç ne që nuk dinim gjë për Sirin, problemin e kishim më të madh edhe për familjen, për nonën dhe për motrën, për tjerët mbas. Sa ata e dishin Arabia është shumë larg, edhe kushtet e atëhershme ishin problem. Më thonë të shkojsh në një vend pa mjetë dhe pa elementet të komunikimit. Më thonë vetëm me këmbimin e letrave. Edhe ato kishin pak si dertë të mëllishin, vështirësi, po. Të largojnë familjet nga familja, për nanën është pak ishte shumë rëndë. Më e ndjeshme. Unë e them se atëherë baballarët, prindet kur na kanë dërguar neve në vendet jashtë shtetit, ata vërtet kanë sakrifikuar me evladin. Kurse tash, elhamdulillah, kushtet janë shumë të mira dhe janë shumë afër, kanë mundësi të studiojnë në vendin ku jetojnë, të gjuha ku e flasin. O kurse në Siri pa ditë asnjë fjalë arabisht, përveç që lexonim dhe mësonim përmend Kur'anin, por asnjë fjalë nuk dishim se, domethënë, çfarë ju pret pastaj atje. Shkot në Siri dhe fillojnë vështirësitë, si e dim pastaj. Si e cekët edhe vetë, gjuhën nuk e keni ditur. Atje jeni takuar me shqiptar tjerë, si keni vepruar, në cilën lagje keni ndejt, në konviktin ku keni ndejt, apo në banesat ku keni ndejt. Na e trego pak këtë historinë, këtë pjesën e kësaj periudhe. Atë kohë, edhe pse nuk ishte shumë dallim shtetet, pi shteteve, domethënë, sikur ishin krejt njësoj, por shkon më një shtet më të madh, shkon më një qytet shumë milionësh në Siri dhe kalon në për shtetet tjera, domethënë, kalosh republikat e Jugosllavisë atëhershme, Bullgarinë, po të hish në Turqi, ndeshësh me një popull, me një shtet gjigant, me një shtet më ndryshe, me gjuhë ndryshme. Kur të shkosh më atje në Siri, të shohësh me kultura, me veshje të ndryshme, me fjalë të ndryshme, gjuhë të ndryshme, edhe kështu me radhë. Po ajo që na bënte neve të ndjehemi pak më komod, më lirë, kishim shokët paraprak të cilët kishin shkuar atje, dhe ata na udhëzonin për çështje të cilat nuk i kishim ne të njohura dhe nuk i dinim. Për herë të parë kur kemi shkuar te medreseja, pasi u akomoduam në të një banesë në shokut tonë, të nesërmen shkuam dhe të regjistrohemi. Akoma e ndjej atë aromën e parë që nuhata në atë medrese. Dhe ato takimet e para me ato profesor, me drejtor, me shërbetor që ishin aty në medrese. Në fillim kishim nevojë shumë për shqiptarët që ishin atje. Kishte me 10 shqiptar nga Shkupi, në trevat e Maqedonisë, po edhe nga Kosova, kishte nga Presheva. Pi Shqipëri nuk ka pas atë kohë. Edhe komunikojshim dhe ishte knasi. Jemi me kretë të ri, kretë të dvegjen. Dhe qëndrojmë më një shtetë huj. Dhe çdo fjalë që e folshin në ato në gjuhën arabe, ne mënzi donim në njëherë ta memorizojmë dhe tash e kuptoj se sa i pahim lodh atë shokët në fillim, se ai që din një gjuhë të huj, kur ta pyesësh 10 herë për një çështje, ndoshta pak bëhesh i bezdisët për ato, por megjithatë. Po gjithë e keni bë për diturinë që keni shku ta merrni atje. Ai që e din nuk është njësoj si ai që se din, ne kishim dëshirë të mësohemi. Ata e kanë mësuar dhe nuk e kishin shumë dertë këtë punë. Megjithatë, për medresen, medresja ishte Medresetul Furqan, do të thonë lil ulumi shar'iyyah wal arabiyya, do të thonë medresja për mësimet fetare dhe gjuhës arabe. Ishte në lagjen Muhaxhirin, do të thonë ishte një lagje, fillonte prej poshtë dhe mandej krejt ishte ajo lagja e ndërtuar, do të thonë ndërtesët krejt në kodër, në mal. Edhe krejt ajo kishte emrin Muhaxhirin. Kishte Muhaxhirin për shkak të shpërnguar lërve që kanë ardhur aty në Damask. Medresen e kishim këtu në fillim të Muhaxhirinës,
në Lagjës, kurse konviktin, internatin ku banonim, e kishim 2 kilometra gjys larg, më nalt. Ati ishte vështirë për shkode pse shkolla, medresja, kishte organizuar mikrobas për të na çuneve të na transportojnë, do të thonë, pi medreses atje dhe na sjelltas, por ne e parapërgjeshim më shumë që të shkonim në kam. Tri, keni pas forcë atë. Po, ishim të fortë dhe atje do ishte mirë çdo nxënësit që shkon sot në medrese, qoftë këtu në Shkup një Sabe, qoftë edhe vajzat këtu në Tetov, qoftë edhe në Kosovë, kudo që janë, do t'ishte shumë mirë që të shkonin herë ta vizitonin atë internat, atë konvikt dhe atë shkollë, që t'ja din kimetin, t'ja din vlerën se si janë të e bo shkollën farë kushtesh të mira. Ati ishte me program, do më thonë, hapët dera ora 1:30, pas namazit të drekës, dhe do të rihapët ora 7 nesër në mëngjes. Ati hinsh dhe se cili ka, do më thonë, pjatën e vete, lugën, sa një pjatë, një lugë, një qarshaf, një qeve dhe krevetin si të ushtrisë, do më thonë, me ekër me dikat. Në dhomë kishte fillon të pinë 12 vete e tërma, do më thonë, më një dhomë. Ashtu ishin, do më thonë, po. Edhe si cili kishte ka një shkap të vetin, edhe ku i mbashim qësendet. Ushqimet i kishim 2 herë në internat, 1 herë kishim ushqimin poshtë në medrese. Në medrese kishim ushqimin më të mirë, dhe më thonë, herë pas herë, në brenda javës, 2 herë kishim edhe mish, edhe ushqime tjera jemeke, si themin e gjellna. Kurse në konvikt, për mëngjes kishim regife, ju ndoshta keni pa, edhe sot mo bota o bon si një fshati vogël, edhe shohën edhe kulturat edhe si janë jashtë, në Siri, ishin disa peta që i themi regife. Vetëm regife. Ne u përmalloshim ka dhe njëherë të ham atë bukë të cilën e i gatushin nanat tona, ose që kishim në qytet. Megjithatë ekzistonte edhe mundësi që në qytet kishte fura, të cilat u thoshin fura franceze. Ato kishin, do më thonë, këso bukë si ne që i përdorim. A për ndryshe kishim ves edhe gjisë kosi, asë gjatë tjetër. Atë kishim ushqim për saballëk, mëngjesin dhe darkën. Kurse në trese kishim edhe gjellna të ndryshme. Ne sot i kemi kushtet shumë më të mira, kur ta krahasak. Shumë janë të mira, alhamdulillah që kemi mbritë deri në atë, po megjithatë njeriu kur hasën vështirësi, pak ja di kimetin më tepër. Kur shkot në medresen në Damask, sa kohë ndetet pa ardhur, pa u takuar me familjen tuaj? Kishte dallim mes nxënësve të Maqedonisë dhe nxënësve të tjerë, sa ajo medrese ishte më shumë për të huajt. Kishte nga Afrika, kishte pi Turki, kishte pi, me thonë, turkët e Greqisë, edhe pi vendeve të ndryshme, kishte pi Filipine. Ata të Afrikës sidomos, ato deri ta kryejnë nuk shkonin shtëpi. 6 vjet ishte medreseja, 6 vjet ato nuk shkonin. Kurse ne në programi kishim 1 vit, do të thonë 9 muaj mos vim, por ne alhamdulillah kishim kushtet pak më të mira, edhe kishim mundësi që edhe në gjysmë vjetorin e parë, 1 muaj ditë, kur kishim pushimin të vim. Do të thonë 4 muaj, 5 muaj, do të thonë 4 muaj vishim në shtëpi. Mirpo 4 muaja për ne në fillim ishte 4 vjet. Se të largohesh nga familja për 1 herë dhe 4 muaj më kthehesh si fëmijë, do të thonë ishte një vështirë se ti vetë duhet gatush ka dhe njëherë, sidomos kur dilim në banesa private, vetë duhet gatush, vetë duhet lash, vetë duhet të përgatitesh ushqimet, teshat, këtë, do të thonë gjithçka ishe vetë, s'kishe, do të thonë ndihmën e prindërve. E këtë kishim vështirësi atje, por njeriu është i prirur dhe
është i gatshëm para sfidave të jetës dhe para kushteve që i dikton jeta, ai tjese të bëjë ballë. Dhe ne u kemi bërë ballë, alhamdulillah. Po financiarisht, ju përkrahnin shteti në atë kohë? Jo, ne që kemi qenë në medresen Furkan, me shtetin s'kemi pas punë, krejt me vetë financim. Dhe më thënë, nuk kemi pas as bursa, vetë financim. S'kemi pas edhe pikën dhe i bashkisë islame, se nuk kanë pas ndonjë kontratë, dhe më thënë, bashkisë islame me medresen Furkanit, dhe më thënë, Damask, për arsye se veç ishte medresja Isabeu, ishte këtu dhe nuk ka pas, ne me vetë financim. Edhe një element tjetër, që unë kërë bëj krahasimin me ne dhe fëmijët tanë, ne komunikimin me familjen e kemi pas nëpërmjet këmbimit të letrave. Edhe njëherë në javët e kishim ditën e njëjtë pim mbas drekën, mbas i farshim drekën, deri nesër në ora 5 të mbrëmjes, domethënë gjumon, kemi qenë të lirë, kemi mund domethënë dalim jashtë nëpër qytet, shëtitemi, të argëtohemi ka ndonjëherë domethënë të shohim botën, të ham ndonjë ushqim jashtë, domethënë këtë kemi pas këtë mundësi. Të njëjtën pim mbas drekë dhe deri gjumon ora 5 para namazit të akşamit. Edhe mundësinë për komunikim me telefon kemi pas vetëm ditën e njëjtë. Shkonim me pasosh, se duhet ta marrim pasoshin te drejtori, e merrnim pasoshin dhe shkonim te poshta. Aty në post jepshim numrin e telefonit dhe pasaportën dhe prishim kur do na thirrje për të hyrë në ndonjë kabinë për të komunikuar. Shkonte, bënte vaki 1 orë, 2 orë do presish derisa të vijë rendi për të hyrë në kabinë. Kur të hyrësh në kabinë do presë një 10 minuta derisa të vijë signali se Siria domethënë duhet të lidhet me Pragën, Praga duhet të lidhet me Maqedoninë, po Maqedonia mbrapa të jape atë numrin ku e kërkojmë ne. Edhe bëjte vaki kështu që edhe këtë kishim shumë vështirë, sa do t'i thush di fjalë, alo, unë jam me kremi, si jeni mirë, lidhja ndërpret. Se për këtë edhe në letrave, mu ka bu 2 herë ose më shumë, ka bu vaki që kam kthej letrën pas, pasi më kanë dërgu familja një letër, e kam lezu dhe kam marrë, më njerë kam shkruajt dhe kam dërguar në postë. Unë ku marrë në pushim, bas 2 ditëve, 3 ditëve vinë letrat të cilën e kom... Ka shku më gjatë dhe më gjatë letra. A kurse këto fëmijë tonë, alhamdulillah që kanë britur në këtë standard, i kemi qunë medrese dhe pa kemi dhonë edhe telefonin dorë, edhe internetin, dhe deri pite shtëpia, deri në Shkup, 10 herë do të pjesëm, as mbrinta këtë, në më thonë, kjo është një e arritur shumë e mirë, alhamdulillah, po duhet me ja ditë vlerën dhe këmet. Dhe thënë, financiarisht nuk ishit përkrahur, po në Damask, mirëshit bursa për shembull si nuk ishte. Jo, edhe atë sigurisht. Kretë me vetë financim, po. Pas përfundimit medresës sot, pastaj vazhdohet me fakultetin, apo? Po. Unë për veten time, pas përfundimit të medreses, bile akoma pa e përfundu medresen, ishte fati ime dhe disa tjerve, që në vitin 1991-92 u bënë të përplasjet mes republikave të Jugosllavisë, më thënë u prish Jugosllavia, dhe për ta marrë pasoshin përsëri, kur i kalonte afati, unë erdha me afat të skaduar. Dhe për ta marrë pasoshin përsëri, s'kishte mundësi atje, e kishim ambasadën her pas here merrnim atje merrshim, do të thonë e vazhdojshim pasoshin, por për shkak të këtyre problemeve në Jugosllavi nuk na dhanë. Edhe unë erdha me afat të skaduar. Edhe prita të marr pasoshin përsëri dhe pata një ndërprerje të medreseja. Mbasi e morë pasoshin, atëherë kam shkuar dhe kam vazhduar vitin e fundit, po është për të theksuar kjo, se vitin e fundit njëtin fat e ka pas si temin, edhe i ndjeri, ose dëshmori, Shaban Zenuni nga Merova, me të cilin kemi qëndruar më një banesë, dhe në atë vit kemi kriju medresen Furkan. Edhe pas asaj, më veç unë atëherë isha edhe i martuar,
Edhe fillova edhe me punë këtu. Jeta kërkon. Po, fillova me punë, u aktivizova në xhami, si muezin fillim. Edhe 26 vite kam qenë muezin. Dëshira e madhe për ta vazhduar fakultetin, mos ngeli vetëm me medresen, edhe për shkak të situatës dhe kushteve, që nuk më mundsonin që të vazhdojnë në shtetet arabe, të bëj edhe fëmijë t'i ke, edhe martuar, edhe unë detyrova që të regjistrohem në fakultetin e studimeve islame në Prishtinë. Dhe e kryeta fakultetin në Prishtinë. Aso kohë edhe me punë, edhe me fëmijë, edhe e kemi kryer fakultetin. Me sakrifica më të mëdha, kjo llogaritet. Para se të punësoheshit, ku e keni kryer detyrën e parë, ose kur e keni bë detyrën e parë si imam, dhe si jeni ndjerë në atë kohë? Unë pasi e krita hifzin, para se me shku në Siri, dëshira e madhe e xhamatit kishin merak që unë të dalë dhe njëherë të jem aktiv të falin një namaz drek ose një namaz akshami. Këtë e praktikoshe shpesh. Qojtë imami asaj kohës, i ndjeri Allah e më shëroft, Afas Reshat Mehmeti, e kishim imam, ai më çonte dhe njëherë të falit dhe një namaz të akshamit, kurse si ligjerues, për herë të parë kam ligjeru në fshatin Leshnis të Epër, edhe atë për namazin e Bajramit, Kurban Bajramit. Unë se disha që është ligjerat, se disha as si fillohet, as mbërdin, as fundin, megjithatë i jam mirënjohës kolegut tim, tashma është pensioner Mesut Efendiu, ka qenë imami im, më thonë, kemi pas imam këtu të xhamia ku jam unë tash. Ai ma shkrujti një ligjerat, të mendu ai si mbas vitit vetë, se ai kishte edhe eksperiencë, i shkrujti disa faqe, edhe tha, këto do të mjaftojnë. Edhe unë fillova me ligjeratë. U dufte një gjysore unë të mba ligjeratë. Unë atë për 15 minuta e krita, e lexova. Edhe mëra pa e riktheva edhe një herë, derisa të vije koha për namazin, do më thonë. Ajo është për herë të parë, si ligjerues. Kurse si imam në namazin e teravis, në Gjelin për herë të parë, vitin para se me shku në Siri, do më thonë të Ramazani parë, ati jam aktivizohet, do më thonë, një natë kam falë unë, një natë Hafiz Idrizi, do më thonë që jem mandej ajo bo imami asaj xhamisë, e keshim vetëm një xhamin e epërme, vetëm çatë Ramazan kam qenë imam. Mandej, kur u ktheva, kur hina ndëzirë, mora ndëzirën si muezin, kurse për Ramazan isha imam për teravijet si Hafiz. Sepse Hafiz lerët e kanë pak më të lehtë për teravija, mendoj. Në një periudhë të caktuar keni qenë imam edhe në Oslo të Norvegjisë. Si mund ta përshkruani këtë periudhë? Si keni kalu atje? Si ka qenë eksperjenca juaj atje? Unë deri para se me shku në Norvegji, kam qenë si muezin, do më thonë ndihmës i imamit, edhe kemi kalu një jetë 26 vjetë bashkë me imamin. Kemi qenë, kemi kryer detyrën, mendoj se me nder, bashkërisht, por u desh për një periudhë nga të shkoj në Norvegji, në Oslo. Kërkesa ati xhamatit atjeshëm, përveçse se ata nuk ishin imam të rregullt, edhe e pashtë arsyeshme që të shkoj për një kohë. Dhe realisht unë shkova për me vazhdu gjithherë, do të thonë derisa sa të hape Zoti i imër ose derisa të dalim në penzion. Por megjithatë nuk ndodhi ajo ashtu. Unë 2 vjet shkova në Oslo. Në Oslo para se me shku si imam, kam shku vetëm për një muj ditë për ta zëvendësu një imam të atërshëm. Edhe ata kishin dëshirë, do më thonë, diçka u kam pëlqyer ose kanë pasë se jam i përshtatshëm ndoshta për atë mjedisje atje. Dhe kërkuan nga unë që t'jem imam atje. Dhe u vendosa me dokumente 2 vite kam qenë si imam. Eksperjenca ime atje, unë nuk mund të harroj se është e mirë çdo imam, çdo hoç dalën dhe njëherë të rrethi vetë
që edhe të vlerësohet, edhe të vlerësoj vitin, edhe t'ja di edhe kimetin, edhe vendit ku jeton, po edhe dikun tjetër. E unë kam një eksperiencë shumë të mirë, se kam pas gjemat nga kretë trevat e shqiptarëve, dhe më thonë, Kosovë, Shqipëri, Macedoni, Preshef, Medveç, dhe më thonë, kemi pas gjemat të ndryshëm. Dhe përveç asaj unë kam marrë një përvojë shumë të mirë, ka se atje, për dallim nga vendet tona këtu, imami vlerësohet shumë në shtet, jo në gjemat. Gjemati është kudo gjemat. Kërkojnë detyrën si duhet, kërkojnë punën e vetë, kërkesat e veta, por imami ka vlerë të madhe sidomos në Norvegji. Është për të përmendur këtu, ndoshta edhe shumica e din, por vetëm për kuriozitet, atje gjemati nuk paguajnë anëtarësi, po imami paguhet nga shteti. Me gjematin nuk ka. Me gjematin ka punë vetëm për ligjerimet, për udhëzimet, për punën që duhet të bëjë imami. Gjemati nuk janë të detyruar të paguajnë anëtarësi. Anëtarësia atyre u merret prej tatimeve shtetërore. Do të thonë çdo person që lindën një fëmijë, që lindën aty, ai me regjistrimin aty kur e bën aty fëmijët, ai me automatizëm duhet të merr një deklaratë të një qendrës, kudo që t'jese, të regjistrohet se unë jam antar i kësaj qendrës, kësaj xhamie, edhe me njëherë, në më thonë, a i bëhet antar dhe në kokë të antarit, shteti lëshon të holla, lëshon mjete për mirëmbajtjen e xhamisë dhe për pagesat e imamit. Në më thonë, imami konsiderohet atje person ose punëtor shtetëror. Hoq, prej familjarëve tuaj tani, prej fëmijëve tuaj, kush e ka trashëgu detyrën ose këtë misionin e hoxhës? Unë falenderoj paraprakisht Allahun që njëherë më mësoi mua që t'jem hoxh dhe të vazhdoj si hoxh dhe të reflektoj edhe te fëmijët. Unë jam babi 3 fëmijëve, dhe më thonë kam vajzën e madhe, djalin, mandej dhe një vajzë të vogël. Të 3 këto kanë vazhduar këtë mision. Dhe më thonë, të 3 i kam me medrese, edhe vajzat, edhe djalin. Vajzën e madhe, përveç kur e kriti medresen Isabeu Dega e Shtrirë në Tetov, ajo fakultetin e vazhdoi, fakultetin e pedagogjisë, dhe është pedagoge. Kurse Enesi, pas medreses Isabeu në Shkup, ai tashmë është edhe teolog, e ka kryer edhe fakultetin në FSHI të Shkupit. Po edhe vajza e vogël, edhe ajo me medrese, pas medreses fakultetin psikologjik e ka kryer në USHT në Tetov. Unë jam krenar që këto kanë vazhdu këtë drejtim pa imponim dhe pa detyrim. Bile, unë ndjehem krenar, kënaqëm, se ata e kanë ndjek këtë drejtim. Por me gjithat, ajo ka qenë edhe loja ime, në fillim, edhe pse kam pas dëshirë që të ndjekin këtë rrugë, por në fillim, unë sigur u thoi Shaktine, aj ma mirë shkon në gjimnas, ose shkon më një shkollë mesme dikun tjetër, që dësha të ndëgjoj piktine që këto vetë të thunë që më ndej mos më thunë se më qove ti, se me imponime nuk ka edhe efekt dhe nuk ka rezultat, edhe unë jam tepër i kënaqur dhe elhamdulillah që këto përveç që e kanë ndjek këtë, po kanë reflektu edhe të familjet që i kanë krijuar tash, dhe më thonë Enesi ka reflektu edhe të bashortja e tij, cila dhe ka mësu Kuranin të lexojë mirë dhe lexon mirë dhe është ndjekse dhe është praktikante e fesë islame mirë, edhe tash pat nderin elhamdulillah që si vjet edhe ta kryej edhe haxhin. Po edhe vajzat e mia ku kanë shku në familje fetarësh dhe më thonë nuk hasin kur një farë problemi, edhe pse kanë kry fakultetet drejtime tjera. Po përsëri me medreseja, mo me dikra. Me dikra, elhamdulillah. Po ajo që më bën akoma më krenar, unë kam një nip të cilin Qërshia mbitor. Elhamdulillah. Ki duke u inspiruar nga ne, më thonë duke na pa neve të bisedu për fe, për islam, për Kuran, ai çdo herë, më thonë, kishte para 2 viteve, ishte i vogël,
Po gjithherë e mendote, të shkojnë qabe, kishte dëshirë në qabe, po elhamdulillah, Allahu këtë vit, dhe më thonë 2025-in, ku ishim bashkë edhe me Molla Arsimin, njeriu në Sharit, ishim në haqë, e patëm edhe Gjohejnin. Gjohejni këtë vit ka qenë haxhiu më i ri, jo vetëm në nivelin e shtetit, po edhe në nivel botëror, nga se Ministria e Haxhit pa të ndaluar, dhe më thonë të kese fëmijën nën moshën 15 vjeçare. Por kjo është një mrekulli në vete që e ne Gjohejni si adhan atë vizën, ki u bo edhe haxhi, më thonë që edhe haxhilere tjerë shpesh herë në pyeshin pikë komësive tjera, në pyeshin neve si arritët ju ta boni këtë. Po edhe kemi pa edhe në për emisione që është paraqitur për neke. Shpresoj që edhe ki do të ndjeke këtë rrugë, këtë drejtim, inshallah, t'jese një misionari mirë fetar islam, inshallah. Po, që ne si njerës jemi që harrojmë shumë shpejt, do në emër të fshatit Xhelin, ku ju keni kontribu një periudhë të gjatë, ju falenderoj që tanë jetën tuaj ose kuvetin tuaj e keni shkri për ruajtjen e dinit islam në vendin tonë. Ju falenderoj gjithashtu edhe që ishit mes nesh në... Alhamdulillah, falenderoj Allah dhe falenderoj edhe juve për ftesën dhe që ishim bashkëbisedues. Dhe është zoti që takohemi vetëm për të mira, inshallah, dhe të reflektoj pozitivisht, inshallah. Ky ishte podcasti jonë për sonte. Shpresoj që me këto histori të ngjallim në zemrat tona më tepër respekt dhe dashuri për imamët të cilët punojnë në vendin tonë. Deri në emisionin tonë të ardhshëm, Eselamu alejkum.